Ka përfunduar procesi I regjistrimit të nxënësve në shkollat fillore të komunës së Tetovës. Edhe këtë vit shkollor në fshatin Veshall të Malësisë së Tetovës nuk është regjistruar asnjë nxënës I parë, ndaj shkolla e këtij fshati do të vazhdojë të mbetet e mbyllur. Ndërkaq që në fshatin Fqinjë Bozovc janë regjistruar vetëm 2 nxënës në klasë të parë, duke I çuar numrin e përgjithshëm të nxënësve në të gjitha paralelet e këtij fshati në vetëm 6. Megjithatë, sipas drejtorit të shkollës fillore Besa, Shefajet Ramadani, këto paralele periferike do të vazhdojnë të funksionojnë me vendim të veçantë si shkolla të mbrojtura. Në shkollën Besa në Veshall kemi pak probleme për shkak të shpërnguljes së nxënësve dhe atje nuk kemi regjistruar asnjë nxënës, ndërsa në shkollën tjetër periferike të fshatit Bozovc kemi të regjistruar 2 nxënës në klasën e parë, 3 nxënës I kemi në klasën e tretë dhe 1 nxënës e kemi në klasën e 9. Kështu që shkollat janë në suazat të mbrojtjes për shkak se gjenden në distancë të largët, janë fshatna malore dhe janë të mbrojtura, kështu që do të funksionojnë, për momentin do të funksionojnë si klasa. Nga sektori për arsim në komunën e Tetovës bëjnë me dije se pavarësisht rënjes drastike të numrave në fshatrat malore, në nivel të përgjithshëm të komunës numri I nxënësve të regjistruar në klasë të parë mbetet I njëjtë me vitin e kaluar shkollor. Dhe sa I përket numrave në krahasim me vitin e kaluar, ku e dini që ka qenë trend vit pas viti ku kemi pasur ulje të numrit të nxënësve duke theksuar që nga viti 2020-2021 e këndej, për fat mirë këtë vit në krahasim me vitin shkollor 2025-2026 nuk kemi ndonjë ndryshim drastik të numrave, parafërsisht janë numrat njëjtë të nxënësve në shkollat fillore. Se Malësia e Tetovës po përballet me rënje të madhe demografike e dëshmon edhe gjendja në fshatin Shipkovic, vendbanimi më I madh I kësaj zone, ku këtë vit janë regjistruar vetëm 8 nxënës në klasë të parë. Distanca nga qyteti, mungesa e perspektivës në blegturi e bujqësi, si dhe migrimi intensiv drejt shteteve të huaja, po I bushadisin fshatrat malore vit pas viti. Edhe pse komuna e Tetovës disa muaj më parë siguroi transport falas për banorët e Veshallës dhe Bozovcës, kjo mas nuk ka arritur të ndalë trendin e shpërnguljes së familjeve të reja.